Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vizituar varrin e babait të tij në Buroj të Skënderajt 5 ditë pas vdekjes së tij. Thaçi ka shkuar i vetëm pranë varrit, ku edhe ka vendosur një kuror lulesh, ndërsa gjatë gjithë kohës ka qenë i rrethuar nga forca të shumta të sigurisë së EULEX-it. Te varri yt erdha i fundit bab, para meje erdhën mira qytetar, se shpejti dorë më dorë do t'i falenderoj të gjithë, të qoftë i lehtë dheu i Kosovës, shkruaj në kurorën me lule që Thaçi vendosi pranë varrit të babait të tij. Pasi ka qëndruar disa momente te varri i Atit, Thaçi ka vazhduar vizitën e tij te familjarët e ngushtë, edhe këtu i shoqëruar nga forca të shumta policie. Ndërkohë, vizitën e Thaçit në Kosovë ka konfirmuar Gjykata Speciale e Hagës, duke njoftuar se ai është lejuar të bëjë nderime dhe të jetë me familjen e ngushtë. Mund të konfirmoj se për arsye bindëse humanitare, trupi gjykues dhe gjyqtari i procedurës paraprake kanë udhëzuar sekretarin që të menaxhojë një vizitë në paraburgim në Kosovë për Hashim Thaçin, që t'i bëjë nderime dhe të jetë me familjen e tij të ngushtë. I akuzuari mbetet në paraburgim dhe në paraburgim nga dhomat e specializuara, ka thënë për mediat në Kosovë Michael Doyle, zëdhënësi i dhomave të specializuara të Kosovës. Pas vizitës tek varri i babait të tij, presidenti i Kosovës ka përshëndetur 10 qytetarë që e ngushëllonin nga larg. Derisa bëhet gati të futet në vetur, Thaçi ka ngritur lart dorën e tij të djathtë, duke formuar grushtin. Ky veprim po krahasohet me atë që presidenti amerikan Donald Trump e kishte bërë pasi u plagos në fushatën zgjedhore në një tubim në Pensilvani. Edhe kandidati i PDK-s për deputet Artan Berrami e ka komentuar fotografinë e ish-presidentit Hashim Thaçi pas vizitës që bëri te varri i Atit. Në profilin e tij në Facebook ai ka vendosur një përshkrim të veçantë për fotografinë e fjalë "Fitore mbi padrejtësi", ka shkruar Berrami, i cili ka qenë edhe ish-këshilltari i Thaçit.